ajo që ka orë prej pejes. Unë nisë në 2 orat natës, ka vozit vetë, ka marrë një fëmijë me vete. Kur po shkoj burri që atëherë po quhet për gjumi, dhe i kum thati, veç mos më thuj, mos shko atje, pse po shkoja diçka, ushtmune jam, ja se unë hiku. Që më dosh me orë me nxorë në 2 orat natës, në 5 ora, më qu, nuk më duket edhe shumë. Na e dina që nuset gjatë kësaj periudhës të verës, edhe juve ju bjen puna më e madhe, angazhimi më i madh, po edhe vajzat që shkojnë nuse edhe që dalin në ren ashtu për herën e parë kështu, ju bjen më shumë tepër herët me shku te frizerka. Sa është e lodhshme kjo periudhë për juve? Edhe sa përpara ja nisni më bogati. Ja nisëm qysh tash. Tash mendojna si më hush energji se kina mu lodh, po nuset më qu herët, tash nuk ka dhe shumë. Krasi me atëherë, jo, tash nuk më duket shumë, se tash në 5 ora, më qu nuk më duket edhe shumë. Edhe nuk e baj dert heq. Unë për veti mos e baj dert, pse ka më qu në 5 ora, më duket se është shumë e zakon të verës. Për para jemi qu në 2 ora natës, në 3 natës kemi fillu, ajo periudhë ku është tirë, tash ti jo. Po tash edhe nuset nuk quen më herët, se ajo në shu se tash quat herët prishet, ka me shku me bo setin e fotografive, ka me bo shumë obligime tash kanë edhe nuset, edhe tash edhe ato s'quen herët. Nashtan ajo që ka me shku ndasëm dikujna, quet pak ma herët, se ka me shku ndasëm dikujna, edhe pak ma letë. Ajo nusja gjithmonë është me ka ma fresh, ma ofër. A e marrë në rast që të ka ardhur dikush ndoshta në 2 ose në 3 mëngjesit për me u rregullu? Po, kanë ardhur plot ashtu shumë. Përpara kanë ardhur plot, përpara u kanë atë dosht me orë me nxorën, se s'u ka termine. Kom cek edhe të një intervjist tjetër, që u dosht me orë me nxorën në 2 orat natës, 2-3 veta kanë qenë për shkak të prit aty. Edhe kanë ardhur prej Slartë edhe prej po kanë shumë. Ti po e përmend që kanë ardhur prej largut deri vonë ke qenë të punon në Skënderaj, që e përmend edhe vet, për cilave vende e ke has që të kanë ardhur vajza me u rregullu, edhe ke thonë ku bre më gjeti për atje, mu me ardhte unë këto. Ka shumë, edhe s'po di që me cekna jo, po, ka pas rast për shama prej Prizreni kam akoma që m'vin, edhe nuse kur u ba, po vjen akoma ele. Edhe prej pejes, se këm pas një rast shumë të veçantë që ka orë. Ajo nuk konë për mu nuse, por ka pas dasmën e rekshër, dhe ka pas në dasëm në verë, ndoshta 5-6 dasma. Ajo që ka orë prej pejes. Unë nisë në 2 orat natës. Ka vozit vetë, ka marrë një fëmijë me vete, edhe ka ullë në kërë, që mos me utu vetë, se din në rrugët ma prej peje në Skënderaj. Dhe në Skënderaj e dina që është. Dina vetë. Edhe ajo theke, vish lema më tërkën telefon, lema terminin herët, sepse po du me ardhë, apet me nëzo se du me kanë dikun 8 ora, ose 9 ora, apet në pej. E regullune. Edhe une më ka dash që me bogati shumë herët, kur ka orë, në 5 ore ja këm lanë terminin, ose në 4:30, ajo që shtë jëmë qutët në 2 ora. Shpe, dhe janë nisë, jam ardhë, si u ardhë atë, e kena marrë, e kena regullu, si kena lo me pritë. Edhe u këthy, apet ka vazhdu, thët, sigur ato që po shkojnë pejt e frizerka aty, thët, unë po vjenë Skënderaj, po këthejna prap aty, kur po shkoj burri që atëherë po quhet për gjumi, dhe i kum thati, veç mos më thuj, mos shko atje, pse po shkoja diçka, ushtmune jam, ja se unë hiku. Shkoj rrugës vetë, krejt, një fëmijë gjithë e ka morë me veti, edhe flajtë ashtë, edhe në pëdhëm ke ma shumë a i fëmija, ma shumë e trajtoj shumë të një atë fëmijë mirë, dhe është ke me punëtore të këtë ma shumë, mërë Qëtë nëse të me flaj diri sa të regulohet ajo se... Diri sa të regulohet nana. Po, na vike gjinase, ajo sakrifici vogël, po mirë, ajo ishe knasë. Kjo po shkoj se këse po shkoj rahat ndasëm, se ju më regullu, që shkum pas qep, edhe njihna mirë. Dhe këtë diri sa po kryen ato, ma shpejt po shkoj unë edhe ke piktuit, se sa ato në pej që po janë që të rejtë.